me një kontratë që nuk duhet më urru. Okej. Edhe këto, si konstatim t'juin që po e bëni Jesu pyetje. konstatim, është shkeli ligji pse një kohë një ligjin e përkujnë publik. Jo, unë insistoj. Duhet gjykota mi konstatu shkelje. Po po shtapa më është konstatim. Ju thoni që mund t'jetë shkelje, sepse nuk lejohet kështu, po mos thoni është shkelje dhe shkelje ligjore. Qysh është interpretimi ju? Interpretimi ju është ky. Në komunën tonë, objektet e banimit kolektiv, këto të vjetra që janë banesat, janë të ndërtuar në prona publike. Pra, hapësirat e përbashkëta, që është fasada jashtë me korridoret, janë hapësira publike dhe të përbashkëta. Nuk janë private dhe individuale. Pronarë janë individet që janë aty të objekte. Të njësive të banimit brenda. Po na nuk po rënëvojmë banesat njerëzve. Na po rënëvojmë fasadën e jashtme dhe po rënëvojmë hapësirën kolektive që është brenda korridori. Tash, përveç kësaj, duheni me pas parasysh edhe një gjë, që shumica banesave të vjetra të banimit kolektiv në Gjilan kanë probleme me kulmet, sepse pikojnë brenda, kanë probleme me podrumet poshtë, janë mbushura me ujë dhe me papastërti, e në të njëjtën kohë rrezikojnë edhe shëndetin publik dhe sigurinë e qytetarëve për shkak të rënjes së fasadës në shumë vende. Çfarë po bëjmë ne është që po e fillojmë me renovimin e soliterit, që është objekti ikonik le të themi i qytetit, sepse është objekti i vjetër që është shumë kaq dhe i lartë, dhe pas përfundimit të këtij kemi në proces kontratën tjetër me të cilën synojmë të renovojmë gjitha objektet e banimit kolektiv. Përveç kësaj që e kemi bërë deri tash, nuk muj me ditë saktësisht, mund të jetë 200-300 euro besoj, po është pjesë e kontratës kornizë me të cilën na mund të shpenzojmë edhe pse objektet nuk është e shkolla, pse po thuaj shkolla? Po është mirë dhe objekte publike? Po mirë, po nuk po dallojnë objekte publike nga shkolla. Po kryesisht janë për shkolla, se shkolla ka më shumë objekte. Po më kupton që po ja huç. Problemi është që po ja huç ose po do më huç. Po ja huç, po veç pak e the nxjerra prej. Veç pak e nxjerra prej kontekstit. Nuk u paraqo që është si aneks shteti. Jo, ndërgjëm, është renovimi dhe kujdesi për objektet publike. Është mirë, inshallah nuk ke Kosovën apo po të lutem, veç duhet çat konstatimin tonë me nxjerr prej asaj që nuk është e vërtetë. Pra nuk është renovimi hapësira private, është renovimi hapësirave publike, të përbashkëta. Dhe si rrjedhoj mendoj që nuk është shkelje ligjore. Tash një ndryshim tjetër që na kemi bërë për këtë punë, ka të bëjë me ndërmarrjen publike lokale të Tregu i Gjelbër. Gjilani ka 2 ndërmarrje publike, njëra prej cilave është Tregu i Gjelbër. Tregun i Gjelbër ne në vitin 2021, në fund vitit e kemi gjetur me këtë bilanc. 13 punëtor, 37.000 euro humbje. Në një vit e gjysmë më vonë, pra në fund vitit 2023, ndërmarrja ka 300 punëtor dhe i ka 100.000 euro fitim nga 1 milion euro qarkullim, që i bie 10% e qarkullimit është fitim neto. Dhe në këtë ndërmarrje në ARBK, përveç tjerave, i kemi regjistruar mirëmbajtjen e banesave të banimit kolektiv. Me çka ne prej vitit ardhshëm do të fillojmë që përmes ndërmarrjes tonë bëjmë mirëmbajtjen e rregullt edhe të banimit kolektiv të banesave të qytetit tonë. Dhe besoj që me renovimin që po bëhet tash, me kujdesin që po bëhet tash, fasadimin, dhe me kujdesin sistematik të mëvonshëm, që do të gjenoj edhe vendet punës, po do të krijoj edhe mirëmbajtje të hapësira publike që janë afër banesave dhe të vetë objekteve, do të krijojmë një ambient shumë më të mirë për jetesë për qytetarët tonë. Tash soliteri po bëhet me termoizolim, nuk ka qenë më herët, fasadë të re që ka qenë e vjetër dhe ka filluar me radhë vazhdimisht, edhe me hapësirat publike që po mirëmbahen. 2 herë të ndërprim. Pikërisht. Tash kur ka pak më shumë se 100 ditë kur veç e përfundoni mandatin, sigurisht që duhet të thirrni në përgjithësi, më nuk vlen arsyetimet që nuk ka kohë të mjaftueshme ose të marrë parasysh edhe fuqinë politike që e keni në ministri dhe në qeveri. Pse komuna e Gjilanit nuk ka marrë asnjëherë prej qeverisë së juaj grant të performancës, sepse e dim që është jashtëzakonisht e rëndësishme, nuk ka plan të zhvillimit, si pasojë e kësaj ngjesin edhe plot projekte në Gjilan, edhe të 5 zotimet e juaja po duam ju kthy, sepse e kemi përcjell punën e juaj gjatë këtij mandati, po ashtu dhe zotimet që i keni thënë. Piu numëroj veç 4 prej tyre, sepse njëri prej tyre ka qenë për pandemin, zona ekonomike në Livaç të Epër, Glom, Bresals, furnizimi 24 orë me ujë, dje kanë shkruajtur në faqen zyrtare të televizionit disa lagje të komunës së Gjilanit që nuk kanë ujë të pijshëm. Furnizimi ka qenë 24 orë, po ashtu është edhe tregu i sigurisë për produktet vendore dhe themelimi një shkollës dhe shkollës model, mësimi gjithë ditur në shkolla. Ju e keni pa këton si armë të juaj të forcën vazhdimisht edhe në fushat e keni përdorur si njeriu që e njeni shumë mirë fushën e arsimit, veni prej fushës arsimit edhe kushtoni rëndësi të jashtëzakonshme të fushës arsimit, po ashtu nuk është se e kemi ndonjë shkollë gjithë ditore në Gjilan, fëmijët vazhdojnë që të bartin pesha të rënda përmes librave dhe çanta, po ashtu veç edhe shkurt edhe një emrim Dorentinën Hasanin e keni emëruar drejtoresh në 3 drejtori.
edhe s'fundi ka dhënë ndërheqje. Veç më ja u numru, është emru drejtoreshe shëndetësisë, është shkarku, është emru drejtoreshe financat, mas një muje ka dhënë ndërheqje me disa arsyetimit të saj, do të thotë 1% 3 pozita i ka pas të ndryshme. Edhe administratën e ka pas. Do më dhanë? Përveç grantit edhe PZHK, cila ke një e treta, se që treta nuk më riva me shku. Për shkollat këtë. Temën e tretë, jo, zona ekonomike, uje, Zona ekonomike është furnizimi 24 orë me ujë të pyshëm. Para këtyre ke një tjetër. Po, mbyllja përfundimtare, ndryqim plek, ujrave të zeza, gjitha këto. Granti edhe PZHK-ja kemë. Po, granti PZHK-ja ma dhe ishte një tjetër me styre. Po, mandej, mos të arrojme edhe zonën A me shtu edhe disa, ekonomike. Zonën ekonomike në Lavjan. E shkruva. Po, mirë, se përket grantit të performancës, sigur shumica e komunave në Kosovë, problemin kryesor e kemi me kontratën kolektive, e cila në nxjerr gjithmonë pasqyra financiare me opinion të kualifikuar, edhe këtë vete kemi të njëjtën situatë, pra nga shpenzimet që i bojmë na si komunë, që cilat mund të dalin si keq klasifikimi shpenzimeve, janë shumë më pak se sa vlera lejuar e devijimit që mund të jetë për një opinion. Për shembull, këtë vete kemi... Po, veç që i keni marrë në 2022-ën, si komunë përfituese i keni kthy. Po, e të regojmë edhe këta nëse keni nevojë pëse... Po, se janë këgjani shumë... Sepse grandin e kemi marrë në tetor, kanë qenë 841.000 euro, apo? Po. Ka qenë 841.000 euro, të cilat prej shtatori deri në dhjetor është e pamundur me shpenzu. Edhe mbi 600.000 keni kthy. Po, tash, po, imagjinoj nëse grandin e merr në shtator, e duhet me shpenzu deri në dhjetor, që më thonë është. Veç procedurat e prokurimit marrin çashku. Është praktikisht e pamundur me i shpenzu. Punë juja që mos me ilan... Jo, nuk ka të bëjmë me gjendshmëri, po. Leprojnë 10 miliona... Prej shtatori deri në dhjetor është e pamundur me u shpenzu